Ja, mirë. Ku zhuje? Kaj shumë jam dze. Sa s'më ka bërë kur vazhin jetën time. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Ju e dini tash unë e kam tradit. Falenderoj të gjithë ata që na ndjekin në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok, sigurisht Flak Fare, por edhe Hoje Media në YouTube, kanali i cili ju ftoj që të bëni subscribe, sepse aty jo vetëm që do të postohet Flak Fare, por edhe të gjitha materialet e tjera të produksionit të Hoje Media që do të vi me plot surpriza. Prandaj na ndihmoni për të vjuar të prodhojmë content, nëse i pëlqen kontenti jon. Me subscribe tuaja. Duhet falenderoj gjithashtu edhe sponsorat e mi. Argjendari Donaldo ndodhet përballë qendrës Top Tani me realisht bizhuteri të dizajneve nga më të ndryshmet, forma, cilësi, të cilat vijnë nga Italia praktikisht, prandaj mund të gjeni gjëra të veçanta dhe në këtë periudhë mund të gjeni edhe çmime fantastike, sidomos tani që fillojnë dhe festat. 14 shkurti Shën Valentini e dini praktikisht që shumë thjesht. Bumbu që ndodhet gjithmonë pranë nesh me shije të ndryshme. Kjo është shija klasike, kjo është shija me vjetëruar, kjo është krem bumbu, pra rum krem, që mund ta pëlqejnë më shumë zonjat, besoj, ose gocat. Sigurisht nuk duhet të harruar sallamet tona me përbërës dhe shije të mrekullueshme dhe patjetër jute, e cila ndodhet gjithmonë pranë nesh. Thënë gjitha kjo, duhet merrem me të ftuarin tim i cili është nuk po pres dot që ta prezantoj, edhe pse ju e dini që do ta shikoni emrin aty poshtë, por unë kam qejf ta prezantoj personin. Personi në fjalë është në këto momente që flasim, të paktën në shifrat dhe statistika zyrtare që ka kinematografia shqiptare, aktori i cili ka shitjet më të larta të biletave të gjitha kohërave në kinemat shqiptare. Pra, praktikisht është pjesë e filmave në total, filmat që ai ka marrë pjesë, kanë 400.000 shitje biletash në të gjithë Shqipërinë dhe praktikisht është, edhe duhet të ma konfirmoj vetë, mbas edhe aktori më i paguar i momentit në Shqipëri. Jo më pak dhe jo më shumë se Margen Caushi, kënaqësi e madhe që të kam këtu në Flak Fare. Kënaqësi Emi Arudi, je shumë i mirë, faleminderit shumë. Margen, je i madh. Desha ta thoshe publikisht këtë, që kur më morë telefon, më the që jam filari, sigurisht që unë të njeh, ti s'më njeh mua, po... Kush nuk? Jo. Prit. Edhe ishte Flak Fare, kupton, emision që unë të ndjek. Të ndjek edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë dhe të përgëzoj për gjithë këtë energji dhe të gjithë këtë situatë që vetëm ti mund ta bësh. Se ndonjëherë janë ato shihet që mund të jenë personale, por të jenë shihet e mia dhe gjitha misionet dhe gjitha gjërat këtu, bravo Joni je njësh, bravo. Edhe Joni është shumë pozitiv. Edhe para se të fillonim regjistrimin, Margenti ishte shumë pozitiv, atmosfera që ka krijuar këtu brenda na pëlqen shumë dhe mua më dukesh personalisht jo nga ato rastet, sepse shpeshherë ndodh që personazhet caktuara të botës mediatike, sidomos kinematografisë, ndërmjet personave që luajnë, krijojnë një përshtypje tek njerëzit të një X apo të një Y personi dhe shkon me ca pritshmëri të caktuara, të cilat kur e një personin nga afër e demitizon ose fillon nuk të pëlqen ai sa të pëlqen. Ndërkohë atmosfera që ke sjell dhe energjia që ke sjell, realisht për mua ka qenë shumë pozitive dhe shumë familjare dhe shumë e ngrohtë. Rosh, faleminderit. Rrallë e gjën. Po jo, po e gjeta fushën gati, kupton? Tani ne thjesht gjojmë topin. E gjetëm fushën aty, se e përcjell ti atë gjë. Faleminderit shumë. Është kënaqësi gjithmonë, edhe kur do ndonjë gjë se vdiqem. Okej. Margen, ti e ke parë formatin, ne shkojmë nga më pak djegse deri tek më shumë djegse. Unë po e përsëris edhe një herë për gjithë ata që mbase se kanë parë ndonjëherë formatin, deri më sot i vetmi njeri që nuk ka kaçuar deri në fund është Stefi, është njolla e zezë e këtij emisioni, është futur në listën e zezë, ai ka kaçuar deri te salca e 8, ndërkohë që të gjithë ftuarit e tjerë
me dhimbje ose pa dhimbje, me djegje ose pa djegje, e kanë mbyll sfidën. E kanë mbyllur. Unë besoj se ti mund të ishe kategoria njerëzve që besoj se do ta çosh deri në fund, nuk e di sa tolerant je me djegësit. Po mi, dakord. E di që do gjak, po s'ka. Okej, më dakor. Pra atë s'maj do të përgjigjesh. Pra, s'ka. Fakt e bukur do ishte. Do ta bëjmë, për ty do ta bëjmë. Ta vizualizonim dhe atë mund të kishte akoma më shumë. Pra. Okej. Okej, ta nisim me të parën atëherë ta provosh për çfarë bëhet fjalë, sa djegse janë, si mund ndihesh. Kjo është e para. E para fillojmë që Ja, Okej. Atëherë. Marrim një patate. Me patate nisem me sallamet tona, me çfarë duash, më. Okej, dakord. E marrim patate me dorën e djathtë, edhe i ngjyjmë këtu te para. Po. Ashtu, kaq? E ngjyta mirë? Po. Kaq, mjafton. Po. Tani e fuzim gojë. Po. Ashtu. Të gjitha po gjysmë. Merr pjesën e salsës, sepse se sa do të hash, nuk e di, ti nuk është se nuk dukesh natyrë që ha. Jo, mirë. E prisja. E prisja që të bëjë në një... Nuk është aq djegse. Ja, mirë, shumë mirë. Po prandaj, e prisja, e di që si është, prandaj, ja. E di. Bukur, okej. Ai gëzuar. Gëzuar edhe me rumin bumbu. Rumin bum. Gjithmonë klasik, ë? Po, do të thënë në shihet tona, po, patjetër. Klasik. Shumë i mirë. Pëlqen. E ke qef alkoolin, e konsumon? Apo ke më shumë qef ndjenjën që të lë alkooli? Domethënë, ke qef degustimin e alkoolit apo dehjen? Dgjoj, dehja mendoj që është edhe me moshë. Unë nuk besoj, jo se jam ndonjë i madh, por nuk besoj se kam moshë, më pëlqen ajo lloj dehje që të. Ti je 39 tani apo? Jam 39 kokë. Zakonisht aktorët e kanë vesë, thonë si mjekët dhe aktorët janë edhe muzikantët kam dëgjuar që janë ato kategoritë që janë më shumë abuzues me alkoolin. Ka pasur një periudhë që ti ke pirë apo? Jo, asnjëherë nuk ka pasur asnjë lloj periudhë që un kam pirë, por patjetër që kam pirë alkool vazhdimisht, për arsye se un jam rritur dhe në Afin, jam rritur midis duke parë ACDC në stadium, duke në Buzuqa, duke parë Janis Parios, duke parë Pina talla. Patjetër, dhe shkoja mund të pija 2-3 gota në javë. Tani 2-3 gota në javë. 2-3 gota në javë. Nuk besoj se janë, nuk besoj se janë. Ndërkohë, kur erdha pastaj, më thonë që erdha në Shqipëri, edhe vazhdova Universitetin e Arteve, kam provuar një herë të bëja një rol i dehur kur kam qenë në vit të dytë. S'kam për ta haruar atë, ka qenë Monserrati, nga Emanuel Robles, një vepër shumë e mirë, dramaturgji. E vendosu me Niko Ganxheri në skenë në vit të dytë, student. Edhe në atë lloj përgjedhjen e rolit që unë sigurisht s'do gjeja kurrë, se isha në vit dytë edhe sigurisht s'kam pasur eksperiencë dhe një urinë e duhur për të formuar një farë karakteri. Në atë lloj përpolitje që neve na mësonte ajo përpolitje që kishim nga na vet profesori, thash unë ta provoj një herë, thash ta provoj një herë ideu, a kuptoni se fare kush e di se mos del ndonjë gjë. Edhe mbasi ka qenë prova më e keqe ndonjëherë që është bërë, dhe sigurisht profesori si piedashës i rrallë, Niko Ganxheri, që e përshëndesim. Pietar. Sa e bukur duket, ha? Pietar. Si shkencëtar. Patjetër, pietar i rrallë, ai e kuptoi direkt e tha, mos e bëj më, tha. Mirë bëre që provove. Por mos e bëj më, tha. Mos e bëj më. Po do të bjerë rol antrologu, tha, çfarë do bëje? Po s'ka nevojë me u fot ka i therë, otri. Po patjetër. Po pra. Prandaj edhe unë që atëherë që viti student, nuk kam pirë në punë. A ka aktorë që pinë për shembull dhe mund të funksionojnë? Kam dëgjuar, po. Ka, interesant është. Kam dëgjuar fare, më thon, prandaj është personale, po, është personale. Unë nuk e kam fare me pije, për shembull tani që jam me ty unë e shijoj pijen, kupton? Okej, më shumë e di që më vonë do shkoj flëgjuma, jam për qef. Social drinker që i thon këta. Do të thënë pirë social kur je për qef me dikë tjetër, nuk është se do pish për vetë. E kuptoj shumë mirë që ndryshe nga shumica e aktorëve. Dgjoj, gjithë këtë po ajo mbi peshë. Pasuri vjamore që mund të kemi është për shembull brumi. Ha brumë, je hamës. Ka shqiptar ose unë ha mish me buk ti thua ha ja hamës.
Mishin me bukë, si do është. Po mi mundash e pa bukë. Ne ham bukën me bukë. E pra. Bukë e zezë me bukë. Bukë me bukë, kupton. Më pëlqen brumi, prandaj dhe ka qenë kjo çik mbi pesh, po s'ka problem se jam hap. Nuk është se e ke shëndet alkool. Jo. Ai nuk është mbi pesh, është thjesht një zbukurimi. Keq është edhe kjo, edhe brumi është i keq, por mund ta kontrollosh. Nuk është aq i keq sa alkooli. Po, jo, aq i keq sa alkooli, jo, patjetër jo. Po, dhe nuk të çon tek të bërit keq të tjerëve, siç mund të çojë alkooli, që mund të kontroll. Nëse. Kjo nuk do të thotë që duhet hani brum pafund. Megjithatë, ti e përmend pak që ke jetuar në Greqi, unë dua t'i kap çik këto etapa të jetës tënde. Ç'ne në Greqi ke shkuar, çfarë moshe si ka qenë historia? Nuk më pyeti njëri kur i ka, thjesht më morën, isha 10 vjeç. Po më morën. 10 vjeç. Deri në çfarë moshe? Deri 25. Çfarë bëra aty? Shkollë, pastaj punë. Kam shkollë, pastaj emigrant. Po, emigrant. Paka shumë kemi tini profil, edhe unë i kam më i vogël se ty 4 vjeç, shkollë, punë. Po. Nga punë. Punë kështu si të gjithë emigrantët e tjerë, tipit bank, informatik, nga këto, drejtues, bilard. Jo, kam qenë në shkenca sociale. Normal. Të ludhem. Se paragalo voli. Se paragalo voli, mu mi lase, më na eci. Unë kam bërë, na falë se... Edhe drodhën, po na greku... është thjesht cigare, do më kuptoj se janë si gjë thjesht cigare dretur. Ne grekun e duam, se kemi kaluar dhe vitet vështirë, po dhe vitet të bukura. Dhe kujtime kemi. Dhe kujtime shumë të bukura. Pollano. Por na ngeli cigare e dredhur, kupton se na greku. Vesi nga ata e dredhin, si ka mundsi? Pse e dredhin grekët cigaren apo e dredhin të gjitha pse mos dredhin? Po prap, pse mos e dredhin? Tani do e dredhin ata, çfarë do bëjnë? Drive, shumë e bukur është. Ata ja se thonë ndonjëherë se është e pastër, kupton, është cigare e pastër. Po them se është më lirë, them. Jo, unë them se është justifikim se çfarë do bëjmë, kupton, nuk besoj se është sipas, nuk ka duhan të mirë. Harroje, s'ka cigare të mirë. Është justifikim, jo po e piun kështu, jo po pi më pak unë, sepse e dredhura të merr kohë, unë harxoj kohë dhe flë më shpejt, ndërkohë që unë s'kam pirë aq cigare kur ke një paketë. Budalli që janë. Unë e pi, po mundohem, do mundohem ta lë, se s'po mundohem akoma, po edhe do ishte kjo tani ta ndesen po mundohem të mundohem praktikisht, po mundohem të mundohem në të ardhmen që ta lë. Dhe do ta lëm. Do ta lësh? Kur do ta lësh? Jep një premtim. Ja po ta them unë. Ma thuaj. Sinqerisht, në 40 vjetorin tim. Do ta lë. Sa vjeç je? 41 tha. Kur e ke vitin tjetër? 39. Do ta lësh? Po. Është premtim publik. Po, do ta bëj. Se mos të shoh, do ta nxjerr tek piranjat, e ke parasysh gënjeu me titull kështu nga këto më bombastikët. Gënjeu. 40 vjeç. Do lë cigare. Ta i më dëgjon nusja ime dhe kënaqet shumë për kënaqet shumë për këtë. S'ka gjë se e presim. Okej. Jo, por mendoj, po mendon, nisi me mendon. Jo, nuk është puna fare të mendimit, por do ta lë. Do ta lë se besoj që është e mjaftueshme. Po, nuk e do, më ja morët. Okej. Po, ja morëm gjitha, s'ka nevojë. Deri 25 vjeç në Elladha. Po çfarë pastaj që u ktheve se një pjesë e mirë e njerëzve kanë të vështirë shkëputjen nga greku. Ne kemi plot miq që kanë qëndruar aty. Në 2012-ën je kthyer. 2012-ën, 25 vjeç, sigurisht që edhe unë nuk e kisha të lehtë, por unë si rastin tim njoh jashtëzakonisht shumë vitet 2010, 2011, 2012. Domethënë, nga greku edhe për shkak të krizës. I kriza, gjiriza në Poli Albani, filemo. Pse se diu. Un Alp Telekom. Alp Telekom edhe ti, po ti e qise, po ti çka ke ti, apo fletaj. Edhe ai fletaj. Fletaj, po. Nëse edhe u rikthyem, erdhëm, edhe por unë kam pasur një qëllim. Edhe arsyeja e kthimit ka qenë sigurisht shkolla për aktor, Universiteti i Arteve. Sepse unë vash Ethniko Theatro, kam dhënë në 2000... Teatrin kombëtar, për ata që se flasin anglisht. Që ata se flasin, më dhënë afin, kam dhënë më duhet 2010-ën, vash. Provim, për të futur në... Po, vash. Pra ti e ke ndirë që në Greqi, ke kuptuar që në Greqi që... Shëndet, e të shtima greke. Po. Hica. E ke ndirë që aty e ke eksperimentuar me aktrimin? Ka qenë që i vogël? Unë kam qenë në shkolla teatrale, në grupet e shkollës të më thënë afin. Më thënë se unë aty fillova dashurinë për teatrin. Se unë në Vlorë kam qenë në shkollë muzike, për piano. Po,
që nuk studioj. Artist që i vogël. Po, më futi babi, tha... Do ishe bërë pianist i mirë? Jo. Pse? Nuk studioj. Do studim. Do studim shumë. Do jashtëzakonisht, kurse pjesa e aktorit, pjesa e kësaj, ajo kërkon një farë dhuntie, një farë çlirimi, them drejtën, na kupton? Pjesa e aktorit që duhet ta kesh që nëse e kultivon, nëse e zhvillon dhe nëse e punon, po, shkon. Thjesht do një 2-3% që atë duhet ta kesh të lindur. Që zakonisht ata që merren me art, çfarë e bën një aktor? Pyes gjithë aktor, çfarë e bën? E kupton vetë ku konsiston aktrimin vetvete? Çfarë tipari ke ti që e kupton që jam i talentuar? Apo e sinqeriteti? Po. Sinqeriteti. Sinqeriteti për çfarë? Sinqeriteti që ti kur ti aktron të mos aktrosh. Më thënë, kur ti mundohesh të merr një tekst edhe aktron, të jesh aq shumë i sinqert dhe ta besosh aq shumë atë që bën, që atë që bën, apo aty është talenti. Është shumë e vështirë. Po, patjetër është e vështirë, se bën dot kushdo, por aty është talenti sepse sa më shumë shëndet, fjalë vërtet. Fjalë vërtet, mërshëm. Besueshmërinë sa më të madhe ta kesh besueshmërinë sa më të madhe. Po duhet të kesh kapacitet dhe shumë të madh që të hysh tek personi që ti ta bësh të sinqert atë person. Patjetër. Empatik, ti je empatik si natyrë? Po jam patjetër. Jo, dëgjoj çik. Unë i besoj dhe sigurisht që këtë e mësova në shkollë, ëh, se ne menduam po neve sikur kemi lindur apo sikur vim ne nga të vim. E më emigrant greqi kemi qenë, komunizmi kemi nga do vim, mami im roba qep se babi im punon të ujrat kota s'ka ndonjë. Por që kërkohet një farë gjeneze, si ta them një farë vogël, si ta them dhuntie, talenti të voçur, sa do të vogël sepse ma beso këtë gjë. E kanë shumë njerëz, është tjetër gjë që unë u futa dhe e desha dhe e përvecova, e zhvillova, e punova, e kanë shumë gjë që nuk e di se e kanë. Mund ta ke dhe Joni, mund ta ke. Bravo, mund ta kesh dhe ti. Do të thënë. Nëse ajo vihet e re një moment. Po mirë, po ti duhet ma vun re mësuesët. Se unë s'dia, çka ku dia. Unë dilja në skenë aty, gjithë sa. Në Greqi, Në Greqi. Gjithë shokët e mirë, nuk ishte racizëm në lidhje me këtë gjë, ta kanë prit. Mua më hoqën racizmin, do me thënë më bën të dashur mbasi unë dola në teatr. Në Greqi. Do me greku është tipiko, vëlla, në momentin që vlen, që bën diçka vërtet që ka vlerë, atëherë sikur grekëzohesh. Deri në atë pikë. E ke parasysh kanë bërë atë nigerianin, Adetokubon, basketbollistin? Po, e di. Grek komplet, deri para se të shkonte në NBA nuk i jepnin dokumentat. E di. Politika tash, pra nëse pak rëndësi ka, domethënë nuk përfaqëson popullin, përfaqëson politikën. Po dëgjoj, nuk e ka vetëm Greku, besoj e kanë edhe vende të tjera, e kanë edhe vende, domethënë nëse arrin ballkanikët do të them. Nëse arrin nivele shumë të larta ku dëgjon, jo për ne, po për të tjerë. Qartë, po, ashtu të përqafojnë edhe Franca me futbollistë e tyre. Edhe Franca, është interes, është gjithë interes. Edhe më vonë mua për çudi unë kam qenë nxënës i keq në shkollë, e për çudi u bëra nxënës mesatar. Për çudi. Për shkak të aftësive që kishe në aktrim. Po, në aktrim, po. Okej, ti e kupton gjatë kësaj kohe, tenton që të futesh në shkollën në teatrin kombëtar të Greqisë, nuk ja del aty për shkak. Nuk ja dola se s'isha i përgatitur. Do në studim, që ti studimin e ke pas bezdi. E kisha bezdi, dhe unë këtë gjë e kuptova, edhe thash, mbas 2 vitesh, thash, unë do ta provoj edhe një herë, thash, por jo këtu, thash unë, edhe do e provoj në Shqipëri. Pse, do thuash ti? Për shkak edhe të krizës që ra, për shkak edhe të një farë racizmi në thonjza që ti do kishe, kupton, për shembull, ne njohim të gjithë, edhe ti e një dhe ti, do në Eleni Forera, për shembull. Që u detyruat atë meksikanën, që është? Në Nicaragua. Nicaragua? Nga është. Duket ajo që është Nicaragua. Pra, në Nicaragua, kupton ti? Amerika Latine. Pas ka fieri në Nicaragua. Që, po, unë se bëja dot. Unë nuk e bëja dot këtë gjë. Pse, Margendo, për shumë, po të ofroj një kontratë e mirë, nuk dilje ti për shumë nga Zimbabwe. Jo. Shiko, ti armen për shumë mund ta këshesh lindje mesme se ke qik ti pare shumë qik mjegër, mund thoshe që... E di pse dhe unë e kisha bindje këtë që në fillim. E di pse nuk e bëj dot. Pse? Sepse dashurin që mund të ketë publiku për ne, është tek sinqeriteti i roleve tona. Sinqeriteti i roleve tona është nga gjua amtare.
E kuptoj. A kupton, domethënë, si të neve me fjala për shembull nën, mama, mami, a ku dëgjon të vjen mirë, na shpirti, po të vjen edhe sigurisht të vjen greqishtja se s'ka ndonjë, se ka shumë aktor flasin shumë gjuhë edhe e bëjnë. Por unë nuk isha njeri sinqert me veten time, unë mua nuk mund të më doj tjetri asnjëherë që unë të bëjmë gjithisht të bëjmë, a kupton? Nëse s'e sinqert me veten, s'mund të jesh i sinqert me rolin ose profesionin. Patjetër, domethënë edhe ka të bëjë jashtëzakonisht shumë kjo për aktorët flas, unë e kam përgjegjësi edhe tek artistët, po me sa duket se kishte problem për këngëtarët, por erdhi një moment që e tha. Se erdhi një moment, nëse kur bëri lekët e tha, po nëse është tjetër ajo. Nëse mbase ka pasur frikë që ta kushtozonte në karrierë. Ore harruam salcat. Po. Duhet të lyesh, miku im. Hajde. Atëre. Ta provoj me qofte thua ti. Mund ta provosh me qofte, me sallam, me. Ja po e provoj me këtë. Ajo salçi. Po ti ka stile ma ke bërë, ke vënë dhe pikante kështu dhe pikante këtu. Jo, okay, s'është pikante. Jo, no. Po ngjoj kështu. Hapësh çikuj vlla se. Unë e mora, unë e mora. Unë jam tharë për ujë për të pirë. Ha? Jemi rregull. Gangster. Bravo. Gati? Gati. Është aktores. Gati. Aksion. Okej, këtu ma fute. Ishte djegse? Ishte djegse. E mos e s'është dhe që me mban burri. Po është... Si të kanë prit në... Amo të e dyta? Apo s'e shumë tolerante djegset. Si të kanë prit... Fu 3 bidona ujë këtu poshtë. Si di qezë më nërë. Në nivel akademik, çfarë kanë konstatuar të ty si aktor që ke pas tipar të mirë dhe çfarë tipar të keq? Pedagogët po them. Po, tipari mirë që nuk kam komplekse. I pa kompleksu. Pa komplekse, patjetër. Profesion. Pas një lloj kompleksi, fare. Çfarë do thot, ma elaborosh? S'kam problem më fare, unë dal lakuriq, brith ande, brith këtej, bëj këtë, çfarë të kërkoj skenari e bëj, nuk e kam fare problem, absolutisht. Jam totalisht i prerë. Do bëj edhe një gjë nudo për shembull në teatr? Ua. Jam puthur me mashkull në teatr. Buz, ti thua. Si. Po. Shuk. Po kështu. Apo jo, kështu. Pa, qaj zë gjë. Tani s'është ndonjë gjë. Po hajde pra se ka komplekse tjera tani. Kush ka shkuar te checkpointi pas orës 2, është sigur që është llap me një mashkull pa dash. Kush ke checkpointi? Shino kanë në blog, po që bëhet aq ngjeshur, domethënë sa që kthehesh për të marrë birë. E di ti. Se Jona nuk e di a ke qenë, po aty puthesh pa dash. E di ti që tani që the blogu. Kur e në Tiranë, vlla, e vetëm gjë që s'më ka pëlqyer, nuk e di që po duket shumë falso, ka qenë bloku, vlla. Nuk e di pse. Si ka mundsi? Nuk e di. E di unë. Ma më kupton. Po, ja ta them pse. Sepse gjithë që kemi ardhur nga Greqia që kemi jetuar, kemi pas ato lagjet që janë konsideruar lagje të mira. Mikro, Limanofisio, njëra tjetra pak rëndësika. Kur kemi ardhur në Shqipëri, kemi ardhur në Prishtinë, ku është lagja e mirë, kupton me atë. Dhe po të krahasosh bllokun me ato lagje, nuk janë. Jo, nuk ka krahasim. Na ka arritaj shumë Prishtinë për bllokun, se i prandaj sa ka pëlqyer. Saktë, mbase edhe po bllokun lezetshëm është, çfarë është e vërtetë. Po më mirë, dakord, po prapë më thon s'më ka ngjitur, nuk e di, nuk e ka atë që kishte më kur kemi kaluar adoleshencën për shkak. Mbase nga që kemi qenë adoleshent, mbase është edhe që përjetojmë më shumë kur adoleshent. Bravo, e saktë, mbase është edhe kjo, e përjeton edhe më shumë e saktë. Përveç eksperiencës të ngjashme që kemi të dy në Athinë, na lidh edhe fakti që ti më the që ke një origjinë të vjetër. Origjinë që si pas babit tim, po siç e tregoi Gojdhonat, më thon babi im që në fshatin Levan Ciruan, Tepelen, që është origjina jon, babi im, kanë ardhur në vitin 1830, kanë shkuar, kanë ikur nga Borshi i sipërm. Borshi vjetër. Para se ta dignin grekët. Po, para se ta dignin, janë larguar ande, nuk e di se çfarë bën ata ande, bën një gjë. Bën diçka. E prandaj u larguan nga Borshi. Pra, se bën diçka ata. Po mund të kenë pasur një çështje shmangje tatimesh, gjëra siç ishte atëherë. Bravo, siç ishte koha atëherë, shmangje tatimesh. Të më ftohesh ti mua, ma humbet ritmin e salsës. Jo, nuk kam pas. Po e shty sa më shumë.
E di unë po ta shoh që i bie që duhet marrëm një gjitha salsa pastaj mbaroj ky emision. Okej, normale, dhe u kuptohet. Do të thënë edhe 6 orë mund të rrim këtu. Nëse ti sa salsa. Shumë. Po, tani ku e la? Te treshi. E mbake mend. Po. Atë, po e provoj. Në rregull? A ja rregull? Ashtu. E peti. Sa dramatik jesh më vdes për të. Atë. Ndërkohë me këto flokë të gjata me këtë mjekër kështu duket. Atë ka ngatruar ndonjëherë me turk për shembull? Ka qenë si aktor turk? Mua më ngatruar akoma edhe sot, ti do. Ngjan çik në fakt, ka një hije. Çik. Stoleron fare djegse. Ore djegse është e mirë, se të djegë gjithë komplet. Të shëndetshme janë këtu, thjesht janë bezdisshme. Po, janë shumë bezdisshme. Kur janë shumë djegse, po nuk është se janë, nuk ka psuar kurrë askush asgjë nga këto. Po, përveç kur të shkojmë në tualet pastaj, u zon lajm. Mirë, është tjetër. Është tjetër muhabet. Ai është tjetër muhabet. Shtrëngohet pastaj. Flasim plana fat shkurtër, jo plana fat gjatë. Profesioni i aktorit është nga ato profesionet që duhet sakrifikosh derisa të bëhesh i tillë, po ndryshe nga shumica e profesioneve tjera që sakrifikon derisa të bëhesh diçka dhe pastaj përfiton prej sakrificës tënde, shpesh në profesionin e aktorit sakrifikon edhe pasi bëhesh i tillë, sidomos në realitetin shqiptar. Si ishte përfundimi i fakultetit, i Akademisë së Arteve? Ishte lehtë në fillim? Të them të drejtën, unë prandaj thash që unë realizova ëndrrën time mbase unë kam pasur edhe pak fat, po mbase edhe ku di që unë kam ngulja, mbase e kam mësuar, po të them drejtën të leti lëm këto. Se ndonjëherë modestia e tepruar është mundimasi e thon. Po e them fare pa modesti, po kam pasur kërkesa që student. Unë kam pasur, më thon, kam qenë nga ata që qen vit parë sa erdha. Kam filluar shkollën për shembull 2013, në tetor 2013 unë fillova ju futa profesionit, më thon, mbaj mend që kam bërë një reklam qumshti në prill. Baz 7-8 muajsh. Që jam paguar shumë pak, por i paguar se të kanë marrë si student, si aktor. Edhe që aty pastaj filluan radhë. Filluan radhë. Po që 2014, më thon, filloi radhë, filluan reklama, filluan shfaqje filluan. Të kemi parë në reklama, pastaj ti ke punuar teatr dhe tashmë sikur se përmenda edhe në fillim të emisionit je aktori i cili statistikisht sot je në 400.000 shitje biletash pjesëtar si aktor. Rekord, asnjë aktor tjetër nuk ka qenë pjesë në kaq shumë shitje biletash. Zgjuarësia jotja që pikas filmat që kanë kaq shumë shitje apo është një rastësi? Si është ky muhabeti? Rastësi kurse si jo. Kurse si Jo. Rastësi nuk është sepse gjithmonë duhet të shohim dhe punën, duhet të shohim edhe sakrificat që kemi bërë në këtë profesion. Mos harroj që kam ndonjë konvikt 3 vite, s'kam pasur bukë të haja, s'kisha lek në xhep. Kam qenë vetë, kam qenë 25-26 vjeç, sigurisht krenaria nuk më linte që unë t'i kërkoja për shumë prindërve në atë moshë, për leka ndoj, prandaj dhe ju nisa edhe unë i thoshja çdo lloj puni, i thoshja po, se të paktën edhe 200.000 lekë kur merja, i dija se i desha se doja të haja bukë. Kam humbur 25 kg vit parë, kur ishte. Ku ju me mo? Ju me. Kisha bukë të haja. S'kisha bukë të haja. Nuk ishte thjesht një dietë. Jo, s'ishte nga halli. Ishte në halli, s'kam bërë asnjë lloj diete, desha të haja, nuk gomesha kurrë, male gjë. Ai shumë sakrificë. Te 4, megjithëse ishte te pa, hajde. Te 4. Se më bie. Po prisë e lam diku që parë. Ku e le. Ku e la? Tani po e provoj. Ja më do ta kthej unë bisedën. Po, një sekond, 1, 2, 3, 4, apo jemi këtu? Nuk di ai shumë për zotin, më beso. Okej. Nuk di. E gjyta? Okej. Atë. Nuk di ai shumë se unë nuk vetëm për këtë jam. Që shquhem, që nuk jam gënjeshtar. Atëre, e lam te pjesa që nuk është rastësi. Po, atje. Nuk është rastësi, patjetër që s'është rastësi. Është punë, është përkushtim, është duke i marrë gjërat me seriozisht. Okej? Dikur ca të tjerë qeshnin detallin se kujtoni se këto filma që unë merja pjesë nuk ishin serioze. Po ja kur arritëm sot, që të themi këtë lloj gjë.
Po pra, ne kemi pas edhe Mariusin këtu. Në fakt, ti nuk je vetëm pjesëtar tek filmi Mariusit, ti ke qenë Dy Gisht Mjalt, Peserio. Gjithandej, gjitha këto filmat, filmi me Aurelën. Luli Gonilemes. Luli. Gonilemes, po. Tjetër. Një këta filmat e mëdhenj. Dy Gisht Mjalt i pari. Falli një, Dy Gisht Mjalt, Peserio, seriali Hot. Nietzsche. Në anën tjetër të detit, do të theme filmat e shtetit, se ka dhe filmat e shtetit pa fund. Jo, po flas për këta që janë komercial, që janë më të njohur. Okej. Pse ka pas një lloj paragjykimi për faktin që ke pranuar ti jesh pjesë e këtyre filmave, ka ndonjë kast aktorësh që për shembull thonë unë nuk dua të marr pjesë në këtë lloj tipologjie filmi. E thoshin, tani duan gjithë. Tani duan gjithë, po, se kur flitet për interes pastaj dhe vëmendje. A të vjen keq për faktin që filma, dhe nuk dua të kritikoj, nuk dua të stereotipizoj sigurisht, por që patjetër duhet të ketë aktorë që janë teknikisht dhe profesionalisht duhet të jenë shumë të zotët, dhe pikërisht për shkak se kanë paragjykuar X apo Y filma, nuk kanë marrë pjesë. Ndërkohë që në të njëjtën kohë kanë qindra shfaqje teatrale, janë shumë të zotët në profesionet e tyre dhe njihen ca personazhe që nuk mbase mund mos janë as aktor në profesion, por që i kanë arritur të njihen si tillë dhe nuk njihen ca tjerë që kanë kontribute të jashtëzakonshme, po themi, për teatrin. Duket i padrejtë kjo apo duket një proces normal? Të them drejtën, kjo ndodh edhe jashtë. Prandaj po them. Ndodh edhe jashtë, më thonë ndodh rëndont. Por unë po të them një gjë. Askush nuk do të vit ty të trokasi në derë edhe të të ofroj një rol duke ditur që ti je profesionist në atë fushë. Askush. Ty, nëse do të vi, unë nuk jam influencer. Unë jam aktor. Ska, mua më pëlqen për punën që bëj. Nuk më pëlqejnë për reklamat që bëjnë në story apo t'i gjon njërin tjetër. Nuk si bëj këto gjëra, okay? Atë pëlqen punën time. Edhe ata që vinë e thonë që të dua për këtë lloj gjë, të duan sepse ata e dinë që ti ke për ta bërë mirë. Edhe unë paguaj sa duash ti. Okej. Të vinë ata, të vinë, sot të vinë. Deri di e morën që kështu, për shumë Dy Gisht Mjalt që ka bërë 100.000 bileta, për shumë Cineplex, një parë me normal, jo ka marrë një shumë të vogël që sharake. Por mua prapu po ta them që mua ajo më bëri mirë, sepse ajo pikasi, ajo lloj roli, solli punën tjetër, se promovim. Si promovim, a je i mirëpaguar ti tani, që se përmende këtë Ermalit që ke marrë pak në fillim. A je tashmë i mirëpaguar në këto filma që janë hite, janë super komercial, po direkt përgjigjen pas pesës? Muftoj, s'ishte fare 4. 1, 2, 3, 4. Ja, shiko mua diku e lije, ja. Që më bërë, atëre. 2, 3, 4, 5. Ore, këto sa vine më djekse, apo? Po. A është qëllimi, dashur? Qëllimi. 1, 2, 3. Gati? Skur futet në nuj. Atëre. Atëre. Je mirë paguar tani, kjo është ide. Ja vleti, do me thënë? Ja ka vletur pa fund. Pra je i mirë paguar. Ja ka vletur pa fund. Përderisa unë arri dhe nuk kam villa, s'kam, edhe nuk s'mund të kem se tregu jon kaq është. E qartë. Por për momentin që po flasim, në kryes më deliri. Do të thënë, në informacionin tënd nuk ka një aktor më të paguar se ty për momentin? Në asnjë mënyrë. I bie që edhe aktori më i mirë paguar në... Jam më produktivi. Është normale që mund të jetë. Çfarë shohin producentët e ty, Margent? Kanë sigurinë. Sigurinë e suksesit të rolit. Kanë sigurinë e suksesit të rolit. Çfarë roli mendon se bën më mirë? Nuk ka rëndësi? Jo, ka rëndësi, po... Se ti ke pas përgjithsisht personazhe të goditur në një rol dytësor, në një rol edhe rol kryesor patjetër. Janë personazhe të cilët mua më janë dhënë, edhe janë personazhe të cilët unë i kam punuar me regjisorin edhe me skenaristët ose skenaristën. Okej, dhe kemi dalë në një konkluzion në të cilën
ai e sheh kështu, unë e shoh kështu, gjejmë një të mesme, na i pëlqen, se më e rëndësishme është të pëlqej regjizori, se ai e ka konceptin, ëh. Ti pëlqej regjizorit, edhe kur i pëlqen regjizorit, ajo që unë bëj, që zakonisht e kam pëlqyer atë që unë kam menduar që ta bëj, atëherë jemi në rrugë të mbar. A ke dëgjuar ndonjëherë krahasim, unë e kam menduar personalisht për shembull, krahasimin me Zak Galifianakis. Po. Ta kanë thënë. Po një herë, ma kanë thënë një herë, them drejtën. Po se ç'më sjell një gjë si një personazh i paparashikueshëm, nuk e di çfarë do prodhoj, ke një mimik tipike shumë i qartë në të përcjellurit të emocionit. Edhe në reklama e kam parë këtë gjë, domethënë kam parë reklama për ti, më duken wow, çfarë tipi, kupton. Vetëm në reklamë, kupton, në 10 sekonda. E kuptoj. Si arrin ta bësh atë që çfarë mendon se sjell atë? Foto të salsa tjetër vëlla, se janë ca gjëra që nuk shpjegohen, nuk se shpjegoj dot, nuk e di. As vetë se di. Je gati për të gjashtën? Për të gjashtën. Gati jam, a je gati ti? Gati jam. Hajde futi. Me çfarë do e provojmë? Me çfarë duash? Unë do ta provoj me kështu me sallam. Ta kripos. Me sallam. Është djegse? Jo, më ç'djegse. Des vllate. Atë 1 2 3, ha? Okej. Po. Ku joja? Se I kemi heq logon ujnë që mos duket. Patjetër. Është iPhone. Yes. Është Benz. Por ngjanë që me Benzerin ti? Ngjanë me Benzin. Se dhe pitoni poshtë. Ku e lam të 7, ha? Morëm 6, apo jo? 7 është. Nëse do t'jepnin shikoj, më thuaj një kështu që dua ta imagjinoj. Në një film shumë të njohur që mund ta njohin përgjithsisht njerëzit, që mund të jetë një sukses internacional. Një rol që ti e ke fiksim, do thoya që këtë rol do doja ta kisha luajtur unë. Vdes për atë rol, Arom Grue, po çik më vonë. Arom Grue, jo Grue, por Pacino. Seriozisht? Ai mund të konsiderohet një nga performancat më teknike, më të realizuara, më të... Atë rol, po ma dhanë, vitin tjetër, unë kam humbur 40 kg për një vit, e kam bërë. Po se bëj do të... Por e ta kam thënë njërë se me gjithë po bëja krahasime të ngjan dhe zëri me zërin e Pacinos tani që më the? Jo, burrash, dëgjoj më, unë jam profesionist. Ne si vim do ta sana, ashtu I thoda, po lana... Zëri si ngjyrë, jo ti ngjan me Pacinos. Si ngjyrë, ke atë qerrjen e zërit që e ka dhe Pacino. Ai është vdes. Ai është aktori jot I preferuar apo nuk I ndan kështu? Unë aktor të preferuar në përgjithësi kam Daniel Day-Lewis. Unë vdes për teatrin anglez. Do të ti I martuar, ë? Po. Prej sa vitesh? Kam ja 2022, po 4 vjet. Ke dhe një çun që në dhjetor me sa ka marrë vesh ka bërë Bushi 3 vjeç. 3 vjeç, uroj jetë të gjatë. Faleminderit shumë. Feliksi. Po, Feliksi. Do doje ta bëje aktor për shembull? Aktor, të them drejtën, do desha shumë që të bëhet çfarë të doj për të bëhet më I miri në atë që do zgjidh. Okej. Kaq. Ai në fakt do ta kishte edhe më të lehtë se do ta suportoje. Për shembull Valentina një dhuratë se po vjen shumë Valentini ke bër. Po do I bëjmë gruas tani. Je keq domosdoshme. Po tani. Apo një e mirë domosdoshme. Është një e mirë domosdoshme. Një e mirë domosdoshme. Për të gjithë ju që doni të bëni një të mirë të domosdoshme dhuratë, është javë e dashurisë dhe me majute për buqeta, lule dhe dhurata që lidhen gjithmonë me dashurinë, keni mundësinë që të përfitoni 3000 lekë nëse bëni blerjen me aplikacionin Majute dhe sigurisht deri në 50% ulje kush paguan me portofolin digjital, 3000 lekë ulje për blerjet me 4 këste plus 0 kosto, sepse dashuria është më e mirë kur pagesa bëhet më lehtë, apo jo. Megjithatë, rikthehemi pak tek
te salca, po, dhe tek salca, me thënë të vërtetën. Ne kemi traditë tu Marget njerë që duhet ta kërkoj edhe ty, si çdo të ftuar tjetër, tregojnë nga një barsolet, kështu që pasi të provojmë salcën, do më thuash barsaletën. Okej, ku e lam te teta? Te teta. Ku është teta? Po. 10-9-8. Ba. E lare 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuk e di, e fitove ko, bleve ko më duket me ato. Nuk mori nga në tjetër. Atëre, të provojmë 8-ën the, jo 7-ën në më të. Asna, po numëron prap. Nëse mos bësh. Po s'kemi provuar 7-ën, Se kemi provuar 7-ën? Se kemi provuar 7-ën? Prandaj po më vjen vërdalti mua. Unë provova 8-ën, Ke super emision, vlla. Edhe të ftuarit ta fusin. I pari ftuar që ma ka fut, vlla. Edhe këtu futja kushton. Ti ishe i sinqert! Ishe i sinqert, Ishe, do t'i numëroj prap tani, dhe mua me djegin. 5, 7. O, qa më bëri. Po pse morë zotëria, ja, po e provoj dhe 7-ën më burq. Najde, 1, 2, 3. Sa do djegi dhe kjo, ja. Ka qa përvëlloj, Ja, nuk vazë. O, që na bërë, morë mbret edhe 8 edhe 7 bërë. Ka file bërë, O, zoti, va. Si kënë olla. Si ta kuptoj që është aktor të adrit. Sili, vlla, sili. Vlla, janë njerëz këto? Ha? Me vërtet janë njerëz? Janë. Janë, ha? Vllai, unë uroj që mos më duhet kur që të... Mos më duhet kur vllai që të ndaj në vakime ty, të jem vakime ty, unë nuk e di çfarë të bëj. Mua më bën me qesh vetëm duke të parla. Nuk e di pse që ke këtë efekt. Ti po më bën t'i qaj, vlla. E di, Po më ti bën, qanë. ja. Vlla. Ua, nuk po ikën, ha? E di djegla. Vlla, më thamë në gjë. Nuk Mos më mësoj. ndjerë vetëm mua. Jo, edhe mua me për ulluar. Thjesht unë kam kryer tolerancë se... Nuk është e parë që e bëj, u bën 40 puntata që po e bëj këtë gjë, plus kam qenë tolerant dhe më parë, domethënë fakti që e mora përsipër ta bëja këtë gjë do thotë që i haja. Ku e ke zorrën? Ku e ke zorrën? Gjithmonë me vete, po nuk... Do uj prap. Ua. Se e di jonë. Ha, thot, ku të ha? Se më hëngre, sa të ha? Përvëlloj. Aqe ka, vlla. Pastaj fillon të lë. Ha? Aqe, po jo, kam seriozisht. Kur të lë, ama, rashto, sigur ke kalu kështu një... E bëri pa pushim me Jonat, lutem, Sofi. Ua!
O vlla, nuk e prisja kështu. O vlla, nisëm mirë. O vlla, e kemi nisur shumë mirë. Jo, po vërtet është. Dhe po e vazhdojnë shumë mirë. Po. Flak fare, njerëz nuk e besojnë që këto janë djegse. Mund ta thuash sa djegse janë djegse. Djegse, janë super djegse, vlla. O të bëj për spital. Po. Na trëmbëstuarit e tjerë. Jo, nuk bëhet për spital. Jo, nuk bëjmë për spital, po janë shumë të mire se djegin gjitha Bravo. Këto gjërat e këqija këtu që ke brenda, po duhet ta dhurosh. O s'ka gjua? Po, valla, të është skuq për zotin, e zish bërë? Mos anë dhe gjuhës. Të vera. Po. Në do bëj më mërë se e ka po telefoni. Ti këndon? Pa. Ja. Po fakt gej, jo. Sa mirë do ishte, kam qef njerëzit që këndojnë. Po fakt, do të themi Barsolet. Më thuajnë që kam dëgjuar. Bukur. Sa provoj. Ja, provoj shumë. Provoj stomaku, po hungra 2 njëra pas tjetër. E kam dëgjuar para shumë vitesh. Unë kam qenë shumë të madhe me këtë, po nuk e di. Ato e bëj më bukur se ai tipi që ma tha. Por do mundohem. Ose jo nuk e them se nuk është e përshtatshme, fakt. E shumë e pisët? Pa qik. E qik? Po më e heqi me presin po thushte? Thua? Po. Ta provoj një? E provoj një. Okej. Mund ta thuash për kënaqësinë time. Ishin 3 shokët me avion. Prishet avioni, edhe bien në ujë. Edhe aty me not arrin në një ishull. Me atë ishull kishte kanibal. Kanibalët janë njerëzit, më thënë ta kanibal, njerëz që hanë njerëz. I kapin këta 3 shokët. Edhe luten këta. Aman, ju lutem, mos na hani, aman, të bëjmë çfarë doni ju në njëri tjetrin. Mirë thonë ata kanibalët, do bëjmë këtë gjë. Që t'ju shpëtojmë jetën. Do ju lëshojmë në pyll. Do sillni gjithë secilin nga 10 fruta secili, edhe do ja vendosim në prapanic. Ai që do i mbajt të 10 frutat, pa lëvizur asnjë lloj mimike në fytyra, do shpëtoj. Okej. Lëshojnë këta, vjen i pari me 10 fruta. 10 mollë. Shumë mirë. Fillon dhe e para. 1, 2, 3, 4, 5. Hapi fytyrën, pa, i prek kokën e hëngrën. Vjen i tyti. Vjen me ca araj, fruta thata. Fruta ishin ato në përgjithësi, fruta. Era lapsit. Fruta thata, ara të vogla. Shumë mirë. Fillon ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha. Zuri të qeshte. Zuri e qeshur. Të dy e presi kokën këti dhe vdes. Të dy këta shokën në parajs. I thot, ky me mollë këti me ara. Po mirë unë mërla, që kisha mollë dhe isha të mëdhaje, me si duroni, ku të futeshin ato. Po ti që i kisha ara të vogla, ç'pate? Po qesha tha, se pasha atë budallin tjetër, atë tjetër që po vite me shalqia, kupton të në qështë? Pasha atë budallin tjetër, po vite me shalqia. Pa i shpëtoj? Po qa shpëtoj? A i tjetëri po vite me shalqia, ja. Unë këtë kur e të gjohë. Nuk e them. Nuk e them dot. Jo, këto e them. Okej. Janë thënë gjëra dhe më të pista. Po. Si e tani, more veten? Po e mora veten. E lam të diskutimi. Jo, lëret, ule poshtë. E lam të diskutimi. Qa po diskutojmë? Po qa po thoshim? Mund të bëj gjithçka për mos provuar atë tetën. Në fund të karrierës tënde, si do doje të të mbanin mend njerëzit? Për një person pasionant, edhe bëri çdo gjë që ishte mundur me punë, me pasion. Po derisa të mbrishte fundi i karrierës, cilat do të ishin objektivat e tua?
kur asnjëherë mos të humbasim qëllimet që ne kemi në kokë. Asnjëherë. Ëndrat janë për njerëzit, jo për kafshët. Prandaj Cilat janë ëndrat e tu? Unë nuk Praktikisht flasim. Po, jo, unë nuk i them se s'më dalin, por Okay. Por Je çik supersticioz. Supersticion, nuk besoj në këto. Unë besoj te shkenca, besoj tek njeriu, besoj te zhvillimi, te libri, nuk besoj shumë te këto gjëra. E po syri funksionon edhe kur s'beson në shkencë. Thua? Kështu thon ta. Po për kë funksionon syri? Për atë që beson. Për atë që beson. Për atë që se beson nuk funksionon fare. Jo, po e besoj tjetri funksionon dhe për atë që se beson. E ke parasysh atë tregimin e një profesori i shkencash që tha që nuk ekziston metafizika dhe magjia, tha, mos i besoni këto budalliqe. Shkoi një student te shtëpia e tij dhe gjeti kishte një patkua kali në derë. Tha profesori, tha, po diskur s'besojnë këtë, tha, po ky funksionon edhe kur s'beson, tha. E bukur, por unë nuk besoj se është marrë me metafizikë dhe me magji NASA për shembull. Jo, absolutisht. Okay. Edhe unë besoj një pjesë që si punoj, nuk besoj. Edhe prandaj mendoj që nëse i besonim këtyre gjërave, ne mendoj që do qëndronim akoma në mesjet. Ama me ndonjë monolog që ke të fiksuar tëndin për shembull, ndonjë që ke bërë në teatr ose ndonjë gjë që të ka ngel që nuk ka ik prej teje, se besoj se nuk i mamën të gjitha gjërat që ke bërë në jetë. Ja. Po ndonjë gjë që është e jote. Jagon? E Shakespeare-it e Otello. E ma mend përmendesh? E mbaj pak a shumë. Rëndësi ka që mbaj mend të personazhin, karakterin. Pa tekstin i jeth një sy edhe mëson, nuk ka problem. Por nuancat e personazhit, karakterit, ajo është e rëndësishme që të mbash mend. E kam bërë konkurs. Unë bësh një pjesë të vogël ti. Po më patjetër. Futesh do tani në? Ua. Nëse shumë aktorë nuk futen do të duan qik kushtet, qik ndryqimin. Te kamera me lamb jo të kuqe. Se që më kujton kjo që the? Jo të kuqe, thash. Jo të kuqe. Se unë nuk e di kur ka nisur. Më lidh përqendrohem të rikita. Më fal. Po më lidh mor la tani. Më fal, kërkoj njëzëm ka. Po ha pra tani. Më lë goja. Ua. Kush është ai që thotë që jam intrigant? Si i tregova kasit u thonë më të drejtë. Sepse ai kur të shkojnë te Desdemona, edhe ti thotë çdo fjalë që unë i kam thënë për Arapin e Zi. Ky helm që kam këtu ka për t'i shplar të gjithë. Atëherë përse jam unë intrigant? Arapi i Zi nuk ka punë tjetër. Arapi i Zi ka fjetur me gruan time. Dhe unë kam për t'ja marrë hakun. Do t'a mbështjell në atë rrip mirimange të gjithë. Edhe do t'i bëj bashkë. Derisa t'i nxihet jeta. Kaq është. Na futesh në... Është, Jago është një personazhet shumë të bukura, dramaturgjike, Shakespeare-it mrekullueshme, por e kam pasur në konkurs. Edhe ka Si arrini punuar. përlotjen nuk e di, se të futesh ai shpejt në përlotje. Ky është një farë përlotje inate, apo një farë përlotje mlefi që ka personazhi i Jagos sepse mendon se Otello ka shkuar me gruan e vet dhe po mundohet të marrë hak. E qartë kuptoj. Desdemonës. Asaj po është super, vepër super rol, edhe rol. Bravo të qoftë. Super rol. Tani ka ardhur momenti tetës, nuk i shmangesh dot. Apo nënta. Po do ti ta shmangesh tetën, fshrohet e nënta. Do ti.
Nuk e bëjmë, ti e di që se bëj. Po nuk e kaloj lumbin unë, vlla, pa e provuar, le do lagem. Lëre tani. Atere, me çfarë provove ti? Me patate. Me patate. E provoj edhe me patate. Atëherë ku jemi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Jo, 8. 8 të... Në rregull, shikoj. Unë edhe qik tek... Ore, në rregull. Se halmove o burë. Bo. E di ishme. Më... Prisë më ka ngellë dhe që këtu. O qere, me vërtet salsë është e? Po më djekë stomaku, da. Bo. Tani filloj. Tani filloj. Di. Di më ishe gati. Kush aktori më të mirë me cilin ka bashkëpunuar? Unë? Po. Apo si ndan dot? Vështirë, Kush janë tre aktorë? Do të them... Se që më kujton kjo pyetje. Po unë do të përvjap përgjigjen e një aktori që i kam bërë po të njëjtën pyetje edhe është përgjigjur. Vetja ime. E bukur, po. Po kjo aktori i ta ka thënë kush është? Këti aktorit e kam pyetur, po të njëjtën pyetje i kam bërë këtë pyetje, e ja kam bërë Roberto De Niros. Robert De Niros. Vërtet i ke bërë pyetje Robert De Niros? Se ke bërë ti? Jo, ja kam bërë tjerë. Thashtë kishe... Po ku e kam unë fatin të takojmë? Po mbase, ti ke edhe punuar jashtë, ke qenë pjesë... Po ka punuar, po jo me këta. E di. Tani si funksionon kjo të punuarit jashtë? Duhet të aplikosh, të futesh pjesë në këto kompanitë e menaxhimit? Po, duhet një gjë tillë. Si ka qenë ajo eksperienca jashtë? Janë bërë, për shembull, kanë ardhur seriale, për shembull, që mund të jenë xhiruar këtu në Shqipëri, regjizori ka kërkuar ca aktor. Unë kam qenë gjithmonë në orbitën e këtyre, të pjesës tonë, edhe më kam përzgjedhur. Më kam përzgjedhur goxha, të them drejtën. Ka punuar në goxha të huaj, kurse për pjesën e jashtë, se si funksionon, të duhet se s'bën një agent. Pa agent... S'bët jarë. Tani, unë jam munduar, sepse unë bëra një workshop në Kosovë, në Prishtinë, dhe aty po, njojta ishte një, më thënë, casting director, një agent shumë i fuqishëm. E ka dhe emrin Jeremy Zimmerman, është i nominuar me Emmy. Shumë i fuqishëm, më ka bërë filmat Tar, me Kate Blanchett. Qa thua? Po, Tarin? Fuqishëm, po. Tarin super film. Robin Hood me Kevin Costner, në Fedyshin, më thënë ka bërë shumë, jashtëzakonisht shumë. Po si është, se ti duhet flasë anglisht aty apo jo? Po, anglisht pa tjetër. Nget? Flasë, nga si më anglisht. Yes? This is a pencil. This is a pencil. Yes. This is a pencil. Yes. Okej. Edhe? Pas 2 ditësh, mas më bëra workshopin në Kosovë, më dërgoj një audicion. Audicioni quhet me filmin Reykjavik. J.K. Simpsons, Jeff Daniels, në cast. Film hollywoodian, 200 milion, ku di, $100 milion budget, nesem. Nuk e fitova, por, më rëndësi ka që do vinë... Po provon akoma? Po, provon, të pungen, audicion. Sa paguhen aktorët aty për shumë? Sa mund të marri një rol dytësor? Në këto lloj filmash? Rol dytësor mund të marrë $50,000, $60,000. Nuk e askush ju. Nëse ti merr një rol të mirë, kjo vlen më shumë për ty, për njohjen tënde dhe ti të bësh një rol të mirë, pastaj aty të ngrihet vlera, kur ti bën role të mira. Po në Shqipëri sa mund të marrë një aktor i kinematografisë, qoftë është i suksesshëm? Ta them unë sipas çmimeve që referohen nga Qendra Kombëtare Kinematografike. Roli kryesor fillon është nga 12 deri 15 milion lek të vjetra. Roli dytësor është nga 7-8
Të vjetra, pastaj roli 3 cor, mund të 2 milion. 1,5, 3. Okej. 3. Po. Okej. Kaq. Po me kinematografinë që ka sot Shqipëria është i vështirë. Po është vështirë sepse unë po të them një gjë. Ti the që parë në fillim që filmat e mi që unë kam marrë pjesë kanë bërë mbi 400.000 bileta. Po të them diçka. Këto mbi 400.000 bileta mos harroj që janë bërë gati xhiro 3 milionë euro. Kinema. Në këto 3 milionë euro, po flas vetëm për bileta, është paguar shteti edhe kinematografia, se 1% e merr QKK për çdo lloj filmi që është transmetohet në Shqipëri, e 20% që është taksa e shtetit, që kërkon shteti. 21%. Në këto 3 milionë euro, po të heqësh ti 21% i thon 630.000 euro. 630.000 euro ti ja jep. Bëri llogarit kokë. Ti ja jep. Shpenzime. Jo, ja jep shtetit. Po, dakor. Shtetit i çon në Ministrinë e Kulturës. Po. Në Ministrinë e Kulturës pastaj shkojnë në QKK. Po. Qendra kombëtare, se kështu funksionon. Po. Atëherë qendra kombëtare kinematografike paguhet me filma tavlla. Po. Edhe ti a jep, pastaj fillon e ndan, a kupton? Sa njerëz që ku dëgjon kanë binë nga zvin, a kupton? Edhe vin ata, edhe kur bëjnë filma thonë ja filmon për festival, ndërkohë që nuk ishte njeri, ishte me njëri tjetrin. Ku s'merret vesh? Ndërkohë që paguhet nga Po jo në festival, ti shkon në festival, po ti shkon në festivalin kategoria A në Somali ose në Kamerun, a kupton ti? Se kaq s'bën dot gjë tjetër. Kuptoj. Tani në këtë lloj produkti, në këtë lloj nivele, më thon fitimesh që ti mund të ketë për filmat, këto komercial që shajnë ata, artistët ku dëgjon, ti paguesh me filmat që bëjmë ne që i shan ti ndërkohë që ti merr fonde, si bie tani? Po ti të paktën drejt të hajnë, më thënë, ndaje këtë lloj gjë, ndaje. Edhe thuaj që kjo, më fal, që kjo vlla është e fkurhare. Jo, të paktën ti mos mi kthe më gjitha ato, se janë taksat, po kthe gjysmat. Edhe gjysmat investoj prap që unë të bëj filmin tjetër. Po, qartë, e vërtet. Jo riti merr ti gjenja 5 veta, hajde, ja fusim atyre, domethënë i bie ne punojmë për ju vlla. Pse çajeni ju, apo keni për festën e kuqe ju? Se i bëni ju filma për festivale, po as Tirana nuk e kalon. Si çdo gjë as kinematografia e teatrit nuk funksionon siç duhet në Shqipëri, duhet përmirësim patjetër. Jo, duhen njerëzit e duan në vendet e duhura vlla, kaq tani lëre, njerëzit e duan në vendet e duhura, kaq. Kam një pyetje të radhës për ty. Ç'ne që je në teatrin e Vlorës dhe nuk je në atë të Tiranës, po përgjigjem do më japësh pas 9-s. Në ka qik me sa nëse të Po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se mos bëj hile. Ore, në regullisht e janë. E më 9. Qa do më një, qa do? Me patate, me qe bërë? Me këshu. Jo, Vlad, unë po e provoj njën me patate, se... Po pse ke alga sa? Jo, pas jo. Provoj. Në regull, e ngjyva. Je dëshmitar dhe ti dëshmitar. Okej. Atëherë po e provoj. Sa unë e Duhet alë këtë profesion, la. Pse mos a bëjdon me intervisa thjeshta, burë flasim për jetën, vendosim me melodi, kitare, të nxjerrë një foto në ekran, tentoj të bëjt qash. E mbajte këtë. Më shumë ishte 8 më duket mua. 8 ishte shumë e keqe. Ka stile e bëret. Edhe 7. 7 ishte keqe? Po, kush uj? Kush uj jo numeroj? Jo, ke uj, ke. Më thuaj që për teatrin i nderuar. Po. Se mund për teatrin. Si ishte pjeta dhe njërë vëllë, se? Jenë teatrin e Vlorës. Ç'nen atë të Vlorës dhe jenon të Tiranës? Nuk e qef? Në Kombëtarin? Po, në Kombëtarin. Po, Kombëtarin. Tani, unë jam angazhuar patjetër në të treja teatrat e Tiranës, që është Kombëtari, Eksperimentali dhe Metropol. E Metropol kam punuar më shumë në të gjithë. Jam në Vlorë, më thënë, që e gjeta hapësirën atje para 9 vitesh. Edhe mendoj që që mund të vi një moment që
mund të bëhem pjesë, edhe të teatrit Tiranës, se fundi edhe më takon, kam krijuar eksperiencë, kam krijuar atë. Çfarë s'ka ndodhur deri tani apo s'ka ardhur momenti? Po mbas s'ka ardhur momenti, çdo gjë do kohë. Çdo gjë do kohë. Dakor. Po, çdo gjë do kohë. Dëshira është. Patjetër. Dëshira. Jo, po besoj se edhe ka ardhur momenti për pjesën se edhe më takon. Nuk më thot dot njëri gjyslafi, për këtë që mund të kërkoj unë, kupton? Çfarë është e vërtetë logjika thotë që për sa kohë ti ke arritur që të jesh pjesë e këtyre filmave, sigurisht që ti ma merr mendja që je i pëlqyer nga një masë gjërë dhe normalisht edhe ndikon pozitivisht edhe unë kam dalë në teatri, unë s'kam dalë nga teatri, po. Në çdo aktor në gjithë botën, çdo aktor që të ketë një farë suksesi në kinema, sigurisht që duhet bëj teatr, duhet të dali andaj vëlla, të gjithë aktorët. Është tjetër gjë që mund ta kenë filluar pa shkollë, pa gjë, po e kanë bërë shkollën në vazhdim. Po mirë, po të kesh qenë teatr, ajo është shkolla. A kaq është, nëse jenë teatr, është shkolla për çdo aktor të suksesshëm. Kjo është më së Çfarë ka kaq vështirë teatri, Angelo? Live, më. Është live. Live, më zotri. Live është. Plus pa mikrofona, pa gjëra, zëri ti. Live, aty live valla. Si ka ndonjëherë të harrosh kamerë. Ku? Në teatr. Patjetër. Po çan do? Pasje më do improvizosh, do e kalosh. Pasje, se publiku se kupton kur. Se dia. Asnjëherë në botë. Asnjëherë, nuk ngecim në asnjë moment, në asnjë vend. Domethënë ai që është i përgatitur, se s'ka Qartë. Po, kër. Je aktor tragjedie apo aktor komedie, po direkt pas dietës. Dieta dhe e fundit? Po, dieta e fundit. Edhe ma dhe unë me patate, pra. I këto kaloj këtu. Në ta kesh më afër. Po. Dakord? Po. Hajt, lyje dhe ti t'ja japim. Shi. Jo, pse? Jo. E bëra, ja. Jo, në rregulli. Pra. Ç'është kjo? Si i kishe ti? Jo, ne, Ke pyet gjashtë, po i ndjek para se ta provoj. Po pse po ndjesh para se ta provoj? Po se s'më ka ikur shija e nëndës. Përqasja është psikologjia në cilën me të futesh. Engre. E ken kamera. 1, 2, 3. Psikologjia me të cilën futesh është shumë e rëndësishme, nuk du futesh. Nuk duhet futesh kështu i atë. Jo, si kartë, bajem që kartë pecë. Margeno, kalo që kë... Po, pa tjetër, më falë. Më falë. Këto momente falet çdo gjë. Kam humb magjinë e tolerancës, jolo. Kam qenë tolerant, po burr. Nuk e di çfarë po ndodh. A thua? Te humba? Me marrëm kaloçin. Si dhe... Dogje? Si do të mash, man? Unë? Po. Ti? Duhet të mbaj mend. Nuk ka rëndësi zhanret e roleve. Duhet të mbaj mend për emocionet e bukura që do i përcjell njerëzve. Si komike, si dramatike. Kaq. Nuk e di nëse ka diçka tjetër që duhet ta shtojë në këtë emision, ja them gjithë ftuarve. Je shumë i mirë. Të falenderoj shumë. Si pa të kuptuar kaloj, kemi më shumë se një orë që jemi këtu. Kaj shumë jam nxehur. Sa s'më ka bërë kur makinë jetën time. Je i shkëlqyer. Vetëm banjo. Mbylle. Prit, kjo është nga Argjendari Donaldo për ty. Mund ta marrësh më vonë. Argjendari Donaldo gjeni përballë qendrës Top Tani. Mos harroj të përmend sponsorat e tjerë. Bumbu që ndodhet gjithmonë pranë nesh. Çfarë tjetër më i harrova, jo no. Bumbu, Argjendari Donaldo. Sallamet tona, sigurisht me përbërës dhe shihet mrekullueshme për tryezën shqiptare, nga prosciuta, kremviçe, të tymosura, deri, pule, viçi për të gjitha shihet dhe sigurisht mos harroj edhe juten e cilin na shoqëron në çdo puntat tonën. Dua të falenderoj gjithashtu ju që na ndiqni jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga shtete të ndryshme të botës. Më falin nëse harroj ndonjë shtet, i përfshi të gjitha pa lënë asnjë.
dhe sigurisht ju ftoj që na bëni follow në rrjetet tona sociale Flak Fare dhe patjetër edhe në YouTube Hoje Media për të parë prodhimet e reja të Hoje Medias. Natë e mirë!